Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nevaviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të ndërtuar besimtarit në rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në fillimin e kapitullit 11 me titull Kapitulli i përpjekjes. Dhe si zakonisht Imam Nevaviu rahimahullahu taala në fillim sjell ajete kuranore që argumentojnë titullin e temës dhe që fillojnë të japin sharimet e nevojshme për atë që ka sinuar domethënë Imam Nevaviu rahimahullahu taala me argumente që i ka sjell pastaj. Al-Mujahadatu ose kapitulli i përpjekjes, i dhënies së mundit, i dhënies së kontributit. Al-Mujahada origjinën e ka jahada. Do thot edhe prej kësaj është edhe xhihadi, që njeriu e jep mundin e vet, lodhet për të arritur një qëllim. Dhe për këtë shkak dietarët musliman bëjnë dallim mes termit xhihad edhe termit luft, se jo çdo herë xhihadi e ka kuptimin e luftës klasike ose luftës që shkon ndërmend me ndëgjimin e parë të kësaj fjale. Se zakonisht kur thuhet luftë, në kuptimin e parë kuptohet do thot lufta e njeriu me armikun e vet me armë. E termi xhihad është më i gjerë se sa termi luftë. Për këtë shkak domethënë edhe sharimi që ja bëjnë jo muslimanët termit xhihad luftë e shenjtë nuk qëndron. Andaj në kohën e fundit veç kanë filluar e përdorin termin xhihad ashtu si është xhihad. Po normalisht në perëndim me konotacion negativ. Do thot imponim i dhunshëm i mendimeve dhe qëndrimeve të veta. Në këtë formë sot e përdorin domethënë edhe në shkrimet e analistëve apo gazetarëve jo musliman me zveti, kur dojnë me akuzu dikën për jo muslimanëve se është puritan apo është ekstrem në qëndrimet e veta, apo mundohet me imponu qëndrimet e veta me dhunë, apo në mënyrë domethënë të dhunshme, edhe atyre u thonë domosdoshmë përdorin xhihad në publikimin e mendimeve të veta. Por kuptimi i termit xhihad, siç e kanë sqaruar ulemat, vazhdimisht e ka kuptimin e dhënies së mundit dhe përpjekjes për të arritur qëllimin. Dhe nëse ka të bën me ty, do të thotë është pastrim i shpirtit. Nëse ka të bën me të tjerët, ka kategori. Dhënia e mundit dhe përpjekjes për udhëzimin e tjetrit, jo muslimanit. Për udhëzimin e tjetrit, mëkatarit, për udhëzimin e tjetrit bidatxhiut. Dhe normalisht pastaj e merr kuptimin edhe të luftës ndaj atij që është agresor, që është zullëmçar, apo atij që e pengon depërtimin e fjalës së Allahut në mënyrë të barabartë tek njerëzit. Dhe për këtë shkak do thotë sot në këtë kohë globale ku islamit mundohen të mveshin lloj-lloj njollash dhe akuzash, njëra prej njollave që mundohen të mveshin dhe që është trend në këtë kohë është xhihadi. Dhe normalisht duke ja dhënë vetëm kuptimin e luftës dhe ato domethënë të veprimeve të ndryshme që i bën musliman disa herë në vetë mbrojtje, e disa herë domethënë në sulm ndaj të tjerëve, që disa herë mund me qenë të saktë dhe të qelluara, disa herë mund të jenë edhe të gabuara, mirë po nuk mundet asnjëherë të akuzohet, do thotë feja, për shkak individëve të caktuar që e keq përdorin fen apo e keq kuptojnë fen. Do të thotë ka tabore të ndryshme. Pse? Se po të ishte ashtu, atëherë fe të tjera jashtë islamit edhe më parë duhet akuzuar, sepse shumë i thartë të atyre feve tjera kanë bërë gabime, krime, gjenocide, që tash mi lidh veprimet e tyre me fen, atëherë ata duhet akuzohen mëngjes edhe mbrëmje, mirë po,
Këtë nuk e bëjnë musliman, domethënë musliman nëse flasin për ndonjë fe tjetër, flasin për parimet e fesë. Edhe sa ato qëndrojnë dhe nuk qëndrojnë përballë argumenteve kritike. A nuk flasin për veprimin e barzëve të asaj feje dhe gabimet e tyre dhe në bazë të asaj të akuzojnë pas asaj fejnë. Se kështu me qenë, atëherë sikur thash, jo një herë ditë, po 10 herë gjatë mëngjesit dhe mbrëmjes duhet me akuzu fejtë të tjera. Mirë, po normalisht që nuk është traditë. Po ata që akuzojnë Islamin, se është fe e dhunshme, bile sikur se e dini, në Holland për shembull është bë thjesht njeriu fiton vota për shkak të islamofobisë që ka urrëties ndaj Islamit që e shpreh apo me libra apo me filma dhe ai domethënë fiton tash rritje të votave. Apo në vende të tjera, domethënë në Britani apo në Amerikë ka njerëz që mundohen të shtojnë publicitetin e vet duke shah Islamin dhe duke emërtuar Kur'anin si libër i luftës dhe dhunës. Ata harojnë se me lexue Biblën, ati do të gjenë citate shumë më të dhunshme se sa ajo me të cilat akuzon Islamin. Edhe pastaj veprimet përgjatë historisë së njerëzve që në emër të kryqit dhe besimit të çka kanë bë, atëherë faktikisht na musliman duhet për ditë me fol, me thonë se ata janë kështu, domethënë ajo mendje që është farkëtu, që është ndërtue mbi këto citate të librave të shenjtë të tyre dhe të praktikave historike të kryqëzatave të njëpasnjëshme. Me thonë, ju që jeni eduku me këtë botë kuptim dhe me këto informata, ju si ka mundësi dhe më thonë me kuptu ju botën, përveç se si botë ku ka konflikt edhe ku ka dhe më thonë përleshje të popujve dhe civilizime mes tyre. Dhe për mjashtu argumentimin kësaj, edhe 2001 dhe më thonë ishte fjalimi ose fjala e kryetarit të Amerikës asaj kohe, se veç do të fillojmë luftën e kryqëzatave. Do të emërtoj si kryqëzat edhe pse pastaj u tërhek pi emërtimit, ama mbeti realiteti ajo që do më thonë shihet, sepse prej argumenteve praktike në shumë vende ku kanë shku forcat e mëdha me qëllim të demokratizimit dhe lirimit e popujve të shtypur nga sundimtarët e tyre, kanë marrë me veti edhe misionar fetar, për me tregu se nuk është qëllimi tyre vetëm demokracia apo liria dhe barazia, por kanë agenda gjithashtu të tjera të cilat mundohen të realizojnë. Si dhe qoftë, të kthehemi në kapitullit tonë al-mujahadatu, dhënia e mundit dhe përpjekjes për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala kur flet për këtë se kjo është njëra prej stacioneve në të cilën e ngrit veten besimtari. Dhe udhëtimi besimtarit është një udhëtim që kalon për një stacioni në tjetrin. Edhe në këtë rast, el-mujahadatu është një stacion në të cilin nalet besimtari dhe mundohet që ta realizon këtë stacion sipas asaj që mëson Allahu Dhu Xhelal dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky stacion, thotë Ibn Qayyim, është maqamun fawqa al-muraqabati wa duna at-taslim. Është mbi stacionin e vetë kontrollit, e kemi kalu më herët. Ku ti mundohesh ta kontrollosh veten tënde vazhdimisht që mos të bësh gabim apo nëse ka bën gabim ta korrigjosh. Është mbi këtë stacion edhe nën stacionin e dorëzimit dhe nënshtrimit. Përpara e ki el-muraqaba, mas e ki et-taslim. Mes është el-mujahadatu, do thot kapitulli ose stacioni i dhënjes së kontributit, mundit dhe përpjekjes. Që do më thonë në mënyrë figurative, murabatatu ala thuguri nefs, t'jesh imobilizuar në kufirin e nefsit tanë, do t'jesh
polici kufitare që i zgjuar e ruan kufinin, jo të shtetit, jo të qytetit, jo të fshatit, jo të shtëpisë, për e ruan kufinin e nefsit tanë, e shpirtit tanë. Për çkajit? Për shejtanit. Do sikur se logjika e shtetit është logjika dhe e shpirtit. Ti me zgjuarsin tanë, me zgjimin tanë, je imobilizuar në kufinin e shpirtit tanë dhe nuk lejon që shejtani ta vjedh zemrën tonë, mendjen tonë, vullnetin tanë, apo ta zbukuron të keqen në momenti kur ti je i shkujdesur, i angazhuar me gjëra tjera. Dhe kur ta marrësh këtë kuptim, për shembull, fillo dhe mendo rreth shpirtit, vullnetit, dëshirës tone dhe asaj që ndodh gjatë ditës. Në shpirti jote, mendja jote, zemra jote, ti si ego ki dëshira dhe angazhime. Edhe në momentin kur ti largohesh nga përcaktimi kryesor, ajo është që të shërbesh fen apo Allahun të adhurosh, kur angazhosh me punë, me fëmijë, me probleme, me telashe, do mund largohesh për këtij përcaktimi, për kësaj rruge. Atëherë të vjen shejtani dhe mundohet me ta zbukuru të keqen apo me ta zbukuru domosdoshmë çat vepër të dynjas që ti mu kënaq me këtë e mu larguar prej e mujahede përpjekja që nga çka mobilizim në këtë kufi që mos me leju shejtani me keq përdor gafletin tan, shkujdesin tan e me ta zbukuruar të kotën apo të dynjas apo të keqen. Domosdoshmë këto janë kategori pastaj. Ta zbukuron jo të keqen, e dynjas është, e mirë është, ama e dynjas. Ta zbukuron të kotën, që nuk është e vërtetë, apo të keqen që është e dëmshme. Dhe normalisht kur e shef kjo ndjenjë, kjo gjendje e imanit që ka emrin El Mujahede, kur e shef se njeriu dembelavet, është dembel për tac, ka shi veprave të mira, apo i prolongon ato, atë çka bën kjo ndjenjë, kjo gjendje e imanit, atëherë e detyron dhe e ngacmon shpirtin ty si njeri që të vazhdosh në veprat e mira dhe të përqendrosh në rrugën e Allahu subhanahu wa taala, domethënë derisa të arrish qëllimin për ku je nisti me shku. Kjo është edhe kuptimi i El Mujahede, do të thotë që ka një kuptim shumë i rëndësishëm që ka të bën me ty fillimisht. Nuk ka të bën me tjetër. Ka të bën me luftën brenda vetes tone. Mes asaj që është vetdije fetare e avancuar, edhe asaj që është neglizhencë apo dëshirë dhe vullnet për të kënaqur me të mirët e dunjas. Dhe kjo luftë që bëhet brenda teje, pra qenë ka El Mujahede, mund përpjekje edhe për me, domethënë është një gjë që të lodh. Mirë po, është një gjë që të lodh në fillim, po pastaj kur të fitosh këtë betejë, do të jesh rahat sa të jesh gjallë. Atë s'ki problem. Dhe për me tregu këtë si me shembull, kush e ka fitu këtë betejë, është rahat, për shembull, shumica e plegjve, kur vjen koha e sabahut, namazit sabahut, me shumë njerëz kam bisedu personalisht, pleq xhamatli, ata nuk kurdisin sahat për në sabah. Për shembull na, jo një sahat, po duhet një 3-4 mi kurdis, se njëni re e nalim, e tjeti ku 3 e nalim, e treti, e 4-ti, më uquë. Pse se bie vonë normalisht, pastaj edhe gjunat, edhe probleme tjera, janë ndihmojnë mos qumjes për namaz sabahit. E tash ai i ka 60 vjet, i ka 70 vjet, ai nuk kurdis kur një farë sahati. Veç se në ora 5, që tash me sahatin e tashmit, domethënë sabahat, veç atë ki qut. Edhe na kur vim xhami zakonisht, edhe kur mendon se kjo ardhi pari, e gjen për atë dikan për xhamatit pleq. E tash
çka e çon atë, çka e zgjon në kohë sabaut, s'ka saat, nuk kurdis, ndoshta edhe ndonjëri i bjerë kohë dhe ai me rovon. Ama çajo lufta që e ka bërë me veten e vet më herët, kur e ka fituar betejën me nefsin e tij, neglizhent ndaj ibadeteve, e ka bërë që tash domethënë nefsi i tij tjetë në shërbimin e kërkesave të tija që janë adhurim dhe Allahu dhul xhelal. Edhe ai tash për me kishte vështirë atëherë, ama tash e ka lehtë. Tash veç më po ec për para dhe nuk ka domethënë nevojë për angazhim tjetër, se e ka kryqen në fillim. Dhe pra është në fillimi i vështirë, mirë po fundin e ka të lehtë edhe e ka të mirë. Në lidhje me këtë mobilizimi përmendet në surën Ali Imran në fund. Në ajetin ku Allahu subhanahu wa taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun." O ju besimtar, keni sabër, do thot për vete. Wa sabiru, dhe bënu ballë problemeve, po edhe përhapni në sabrin edhe të tjerët. Wa rabitu, dhe jeni të mobilizuar vazhdimisht. Fjala ribat që përmendet edhe në Kur'an, edhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka kuptimin e gjendjes së gatishmërisë ushtarake, do thotë që në gjuhën e sot përmendet mobilizim. Ku ti je i gatshëm, ku thret komanda, do të thonë 2 natës ti për 5 sekonda je në kom i gatshëm, i përgatitur për me shku atje ku kërkon komanda për te. Ande vara bitu, jeni të përgatitur në vazhdimisht të mobilizuar për të quar në vend urdhat Allahu subhanahu wa taala, wattaqullah, dhe keni frikë Allahu nëse doni të shpëtoni. Dhe do të thënë shumica e ulemave të tefsirit se qëllimi i ajetit warabitu e ka këtë kuptimin e mujahades, domethënë përgatitja e vazhdueshme për të ngadhnyer ajo ndjenja fetare avancuar të këtij, neglizhencën dhe shkëlqyesin tonë. E tash kur shikoni domon termet, kur i ndëgjojmë kanë herë na duken shumë të shkurta, ama kur fillojnë me i sqaru, edhe munal pak fillojnë me i kuptu për një me. Se kur nuk nalesh me në shembull termi pendim, e përdor ndoshta devotshmëri, e përdor islam, e përdor mirë, po kur fillosh ti me i analizu pak më thellë, me i kuptu pak më gjerë, e kupton se jeta krejt ajo që ndodh vazhdimisht çdo çast dhe sekond ka lidhje me këto terma dhe janë pjesë përbërëse e realitetit të jetës sonë. Dhe nuk është thjesht një dituri teorike, po ka një brendësi dhe një thellësi të vetën e cila jep kuptim jetës së ti e jeton. Thot Allahu subhanahu wa taala në lidhje me përpjekjen dhe mundin, se mundi dhe përpjekja që bëhet për Allahun e ndihmon njeriu në marrë qëllimin e vet. Thot Allahu dhul xhelal: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin." Ata që përpiqen, që japin mundin për hir tonën, thot Allahu dhul xhelal. Ata që mundohen, përpiqen për hir të Allahut. Lanahdiyannahum subulana, ata sigurisht, se kjo leja ulemat e tefsirit është lamu ta'kid. Sigurisht ata kena për t'i udhëzuar në rrugën tonë. Dhe nëse ti e bën një hap, mos mendo se Allahu nuk e bën një hap me t'u afruti. Sikur se ka në hadithin kutsi. Nëse ti e bën një hap, Allahu i bën 10. Nëse ti afrosh një plam, Allahu t'afrot një lër. Nëse ti afrosh një lër, Allahu t'afrot një pash. Nëse ti shkon te Allahu duke ec, Allahu vjen te ti duke nxitu, duke vrapu. Dhe për këtë shkak ti je i bindur, walladhina jahadu fina, nëse Allahu e shef se ti po mundohesh, përpiqesh për të arritur Allahu dhul xhelal, edhe në veten keq, ja kufizon kënaqësitë e dunjos, ato që janë haram fillimisht,
po edhe nisë që janë halal. Pse? Pse për shembull vjen çajtore duhet pi çaj. Me pi çaj është halal. Ama thirr ezani dhe ti e lën çajin me ardh xhamin. Do e kufizove veten ose e largove veten, e privove veten nga një e mirë, e halal. Për shka? Për shka këtë adhurimin dhe Allahut. Ande kjo përpjekje që ti e bën, sigurisht se Allahu ka me të pagujt. Dhe ne e shohim atë me sy. Për shembull, shumë djemë të ri si udhëzohen, se e bën e vendos ai me bën një vepër të mirë. Dhe me e bën një adhurim duke e kufizuar veten e vet nga një kënaqësi e dunjos. Në atë moment që ai e vendosi me shku në xhami, me bën një vepër të mirë dhe mu largu për shembull nga muhabeti i kanë shumë me shokët e vet, Allahu Mullar pastaj ja paguajti atij këtë namaz që e bëri jo vetëm me shpërblimin e namazit, por edhe me udhëzim total global të tij. Dhe këtë e shohim vazhdimisht na. Dhe çau u desh një xilz. Sikur se zakonisht domethën duhet për mu bën një flak. Një xilz e vogël në momenti kur ka lënë djegse e bën domethën zjarmin dhe flakën. Edhe tek dhezja e imanit të besimtarit duhet një xilz. Ajo është një vepër e mirë që ti e bën, të cilën Allahu ta paguon ty me shpërblimin asaj veprës, po plus edhe me ndihmesen për të vazhduar në vepra të mira. Edhe nëse njeriu ndahet me mendu dhe me logjiku rreth këtij rregullit, atëherë do të insistonte në vepra të mira vetëm për faktin se e mira e çon te e mira dhe kjo është zinxhir pa kufi. Lëre që shpërblimin që e ki pasaj tjetër nga Allahu në dunja dhe në ahiret. Po do të vazhdojnë të njeriu bën të mirë për shkak se e mira e çon te e mira. Nëse e përkthejmë këtë gjuhën e biznesit, për shembull ki dy punë. Një punë e ki e punon ki shumë fitim, ta zon për shembull 1 milion, mirë po atë punë e ki të parën edhe të fundin dhe mos ka më saj. Edhe një punë tjetër e ki që sa të krysh atë, ajo të aqeli një tjetër, nështë të fiton 1 milion më njëra, mi fiton 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, varsisht. Mirë po e din se kjo punë është një zinxhir i pa fund. Tamam e kryen një fazë punës qelet e dyta, tamam e kryen dytën e treta, cilën e kështë zgjedhë ti? Ai që është punëtor dhe biznesmen, zakonisht e zgjedh dytën. Do një proces të punëve të pa fund, që ndoshta fitimi është më i vogël, ama e din se ai proces i punës nuk nalët sa të është ai gjallë. Dhe zakonisht njerëzit kishin zgjedhë këtë dytën, si një proces të punëve pa ndalë sa të është gjallë, sepse e din se ajo ndoshta nuk i sjell shumë të mira për njerë, po i sjell as shumë të mira sa ai ka nevojë në jetën e tij. Edhe kjo është puna e veprës së mirë. Do futesh me një serial të veprave pa fund, derisa të jesh gjallë. Dhe kjo do të jetë një motiv shtesë për ne që na të fillojmë të miremi me vepra të mira dhe të preokupohemi dhe angazhohemi me to. Pra kjo ajet i surës Ankebut, "Walladhina jahadu fina", ata që përpiqen për hir të Allahut, Allahu ka për t'i udhëzuar sigurisht ata në rrugën e tij, wa inna Allaha lama al-muhsinin, dhe ta dini se Allahu është me ata që bëjnë vepra të mira. Kjo është një shpërblim shtesë. Do të shikoni sa shpërblimi fillon njëri me një vepër të mirë. E para shpërblimin e vetë veprës. E dyta garancë se keme e gjetë rrugën e vërtet. E treta do të vepra e mirë çon në veprën tjetër të mirë dhe kjo të stabilizon udhëtimin tënd në rrugën e drejtë. E katërta, Allahu është me atë që bën vepra të mira. Një vepër e mirë i ki 4 shpërblime që janë gjigante, shpërblime që në vetvete gërthejnë shumë të mira. Mirë po përsëri vjen shejtani dhe ja gjen zemrën bosh, edhe ja zbukuron dynjon apo të kotën apo të keqen. Edhe shohin njerëzit që fatkeqësisht përsëri duke i pas parasysh këto rahmete të mëdha të Allahut xhallahu zhyten në mëkate. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", dhe adhuro Zotin tënd derisa të vjen bindja. El-Hijra ayeti 99.
Dhe këtë ajet e kemi sharu disa herët kohën e fundit. Qëllimi i ajetit është vazhdo në adhurimin ndaj Allahut derisa të jesh gjallë. Derisa të vjen vdekja, ti e ke detyrë dhe obligim me bëj vepra të mira. S'mundesh me thonë vallai unë ball. Kom ardhur një herë, dy herë, 5 herë në xhami, ball. Ramazanin e bona, ball. I bën 20 vjet ibadet, tash po dal penzi. Do të feja islame nuk ka moment të vikendit, për shembull sikur se dunjoja. Punon 5 ditë, 2 ditë i ki vikend. Nuk ka pushim vjetor. Punon 11 muaj, 1 muaj pushim. Nuk ka pensionim. Punon 35 vjet apo 7 vjet edhe del në penzi. Feja islame është prej 15 vjet, kur hin mbyllëk, derisa të jesh gjallë, ki angazhime dhe obligime karshi Allahut. Pse? Për 2 arsye të mëdha. E para, për shkak se të mirat e Allahut nuk ndalen ndaj ty në asnjë fazë prej fazave të jetës. Por me një përparësi se para 15 viteve nuk ke përgjegjësi. Pse? Për shkak se nuk je i pjekur. Do të truni jot, mendja jote nuk është e gatshme, e aftë për t'i kuptuar detyrat, angazhimet dhe obligimet që i ka prej Allahut. Për 15 e përpjet veç më ai e ka një nivel të pjekurisë që i mjafton atij me kuptuar këto detyra dhe obligime, edhe këto të mirat e Allahut nuk ndalen derisa të zgjallaj. Edhe kjo është e vërtetë. Do të edhe në pleqëri që ndoshta për shembull të dobësohet shëndeti, të dobësohet trupi, përsëri edhe në atë fazë, edhe në atë moshë ti ka mundësi, do të i shef begatit e Allahut, prej asaj është pjekuria e mendjes. Andaj mendimet dhe propozimet e njeriu që është i moshuar, që janë të pjekura dhe që janë të farkuara në shkollën e jetës, ato ndoshta për shembull kanë mundësi me pas një vlerë të madhe, që ti mundesh një mbledh 3-4 burra 3 që s'mund me ta dhënë një konkluz të atij që është plak në përvojën e jetës. Dhe arsyeja e dytë e madhe pse me vazhdojmë në adhurimin ndaj Allahut, për shkak se shpërblimi që na vjen për ato vepra është shumë më i madh, shumë fish më i madh se sa vetë vepra që ti e bën. Edhe andaj që nuk ka ndalje derisa ti je gjallë, ke përgjegjësi dhe obligim karshi Allahut subhanahu wa taala. Dhe kemi treguar disa herë se për shembull dikush i ka dhënë kuptimin këtij ajetit se dhe adhuro Zotin tënd derisa të vjen bindje, domethënë njohja është një stacion që e përmendin sufistët dhe mendojnë se nëse ti e njeh madhnin Allahut me një njohje më të thellë, më globale sipas tyre, mos ki obligime ndaj Allahut. Por shembull s'ki namaz, s'ki agjerim, pse ke arrit një stacion të lartë të njohjes dhe nuk ki nevojë për adhurim. Edhe ky kuptim është i gabuar kategorikisht. Pse se Allahu Dhu Xhelal në ajetet e tjera të Kuranit e tregon kuptimin e bindjes. Për shembull, kur flet për xhehenemlit, çka thot në surën Mudaththir? Ma salakum fi saqar? Pse ju jeni në sakar, në xhehenem? Përgjigja është çka? Lam nakum minal musallin, nuk kemi fal. E para. E dyta, wa lam nakun nut'imul miskin, se kemi dhënë ushqim miskinave. E treta, wa kunna nakhudu ma al-khaidin, talleshim me fen me ata që talleshin. Wa kunna nukadhibu bi yawmid-din, dhe përgënjeshtronim ditën e Kiametit. Derisa hatta atana al-yaqin, derisa në erdhi bindja. Atë a mund ta kuptoj, ta komentoj tash këtë ajet se derisa në erdhi njohja? S'mund ta komentoj se ti atë rëshem këtë fen. Derisa në erdhi vdekja, do kështu na vepronim, nuk faleshim, nuk jeshim fukarave, talleshim me fen dhe përgënjeshtronim Kiametin deri ku derisa në erdhi vdekja. Nuk u penduam përpara. Andaj sot ku jemi? Xhenem. Mo argument domon Kur'anov, sepse sikur se e dini, Kur'ani komentohet me Kur'an. Pastaj Kur'ani komentohet me hadithe. E pastaj me shërimin e ulemave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vërtetuar këtë, për shembull, në hadithin që bën vetë Imam Buhariu sa në tij, nga Ummul Ala al-Asari radhiyallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet për një Uthman
që ka vdek domethënë djali i kësaj gruas, thot amma Uthman faqad ja'ahu al-yaqinu min rabbih, Uthmanit i erdhi bindja, i erdhi vdekja nga Zoti i vet. Domthonë vdekja ai tash për atë. E ky njeri domthonë e tash ky shërim konkret është se bindja në këtë rast e ka kuptimin e vdekjes, jo kuptimin e njohjen sikur të thonë me adhon domthonë disa sufist për me i shkarku nga vetja obligimet fetare, siç është namazi, agjerimi, kështu më ata parat i shef nuk falen, ata mendojnë se janë aq devotshëm që s'kan nevojë mu fal. Nuk agjerojnë, mendojnë se janë aq devotshëm që nuk kanë nevojë. Kjo është për mashtrimeve që ja ka bërë shejtani. Për këtu do të ndalemi që me vazhdojmë inshallah taala nesër me ajete tjera që janë në vijim të fillimit të kapitullit Al-Mujahada, duke lutur Allahun dhullat që të na jep këtë ndjenjë të imanit që vazhdimisht jemi në mobilizim dhe gatishmëri për ta penguar shejtanin në zbukurimin e gjërave të dunjos, gjërave të kota apo të këqija në shpirtin dhe zemrën dhe mendjen tonë, duke lutur Allahun të na bëjë dhe bereqet në dunjë dhe në ahiret. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.